a e ke organizuar takimin në Elbasan me ndihmën e Suel Çelës. Po kur kam shku ditën e parë kanë munguar elementet bazik fare që që jashtë nuk e Çfarë për shkakun furça e dhëmbëve, çfarë? Po furça e dhëmbësh, pasqyra që nuk ka krerë, dyshek, letër higjienike apo të po përditshmërisë të po nevojave. Por s'ka, domethënë nuk ka asgjë. Dita e parë ka qenë as ngrohje nuk ka. Celularët aty plotë. Gjatë sepse nuk ke mundësi, nuk ka në Burgje, nuk ka berbera, nuk ka berberane, nuk ka kush shkon. Ai që kryen dhe po themi funksionin e berberit në kështu se nuk lejojnë as gërshërët aty, kuptohet. Është mjeti i rrezikshëm, po. Mjeti i rrezikshëm. Pra, janë të gjithë persona që janë të dënuar, ishte dikush që është dënuar për vrasje. Ka mbajt shënime, pra thuaj se kanë prodhuar një libër, i cili nuk po e zbar dot sepse është pra nuk po e zbar dot për ta botuar, po besoj që do ta botosh? Po pa diskutim. Fillon të vlerësosh gjërat që kanë vlerë në jetë. Pra nuk të bën më përshtypje për shembull edhe ky elementi që kanë shumë njerëz që po kjo, domethënë kanë shqetësime të koda përgjithsisht dhe humbin një pjesë të madhe të jetës me shqetësime të vetë krijuara dhe nuk vlerësojnë element të rëndësishëm të jetës. Mund të thuash që ke dalë më i pjekur edhe ke fituar mbase ose të ka ndodhur një lloj rizgjimi? Po shiko, kjo mund të dimensionin që po përshkruaje pra. Po nuk çdo ditë njeriu besoj që është edhe njerëzit që kanë një lloj ndërgjegje çdo ditë mendojnë që janë ndryshe nga një ditë më përpara. Pra ti ke një lloj eksperiencë tjetër që në gjuhë popullore quhet po pjekje, po themi. Pra ose evolim. Eksperjenca të çon në një nivel tjetër, pa diskutim. Ajo ishte një eksperiencë e keqe, po sidoqë tjetër është një eksperiencë. Pra është një eksperiencë që unë e kam përjetuar vetë, nuk e kam me të rrëfyer apo me lexuar nga libra të studiuar. Ose po ta bëj ndryshe pyetjen, nëse ti do e dije këtë rezultat para se ti futesh kësaj pune të çështjes për cilën ti u dënove, a do ti ishe rifutur sot? U kam zgjedhur që të bëjmë politikë ndryshe. Nëse ka një situatë e cila nuk të pëlqen, duhet ta ndryshosh. Dhe që ta ndryshosh duhet luftosh. Dhe kur ka luftra, është më mirë që edhe nëse të biesh në betejë, se sa të vritesh në gjumë. Se njësoj do ta kesh vdekjen, po do ta kesh të palavdishme. Mirë, po Partia Demokratike është Sali Berisha, Ervin. Kështu që unë dua të di, a je përpjekur ti plotësisht, a si e ndjen veten, e ndjen ti tradhtar veten?